Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ende nuk rekomandohet përdorimi i ujit në Gostivar pas helmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjellës dhe kanalizime në Shkup, po punojnë në terren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bën thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit, për çdo zhvillim të ri publiku do të informohet në kohë, përfshirë rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit. Tensioni para Kuvendit të Shqipërisë, vendimi protestuesve për të hequr gardën metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasin e parë me policinë. Më pas se forcat e rendit janë goditur me vezë, domate dhe bidona, edhe pse janë bërë thirrje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rendit kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin e automjeteve në rrugën Elbasanit, duke dalë përpara makinave dhe duke thërritur "Bashkohuni me ne, fikni makinat". Është dashur edhe këtu ndërhyrje e forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetëror dypalësh. Vendimi qeveritar i hap rrugë procedurës parlamentare ku marrëveshja do t'i nështrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimi në terren i kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. Bota. Sulme me dron iranian dhe objektivave të CIA-s në gjirin persik kanë shtyrë agjencitë inteligjencës amerikane të hetojnë mundësinë e përfshirjes ruse, qoftë përmes ofrimit të informacionit mbi objektivat ose teknologjisë së përparuar, raportuan dy zyrtarë amerikan, shkruajnë mediat e huaja. Të paktën 2 objekte të CIA-s u goditën në Mars. Njëra ishte në kompleksin e ambasadës amerikane në Riyadh në Arabinë Saudite dhe e dyta ishte në Irakun lindor. Disa burime thanë se ishin shënjestruar dhe vende të tjera të CIA-s, por nuk dhanë detaje. Zyrtar perëndimor në rajonin e Gjirit dyshojnë se Rusia ndihmoi Iranit të përmirësonte aftësinë e dronëve shehat për të goditur objektivat me saktësi. Kremlini e mohoi këtë informacion duke i quajtur lajm të rem pas një raporti të ngjashëm nga Wall Street Journal. Ushtria amerikane rifillon sulmet e reja ndaj objektivave ushtarake në Iran për natën e 12 radhasi. Sulmet filluan në Iran të njëjtën në mëngjes ta Komande Qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM përmes rrjeteve sociale. CENTCOM deklaroi se operacionet do të vazhdojnë për të degraduar më tej aftësitë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anije tregtare që kalojnë në përyret rajonale. Ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Iranit, Bagher Ghalibaf, paralajmëroi se konflikti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka ose asgjë, duke u referuar ngushticës së Hormuzit. Ghalibaf tha se siguria e saj varet nga mungesa e forcave amerikane të stacionuar atje, duke përsëritur qëndrimin e Iranit se situata nuk do të rikthehet në gjendjen para luftës. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk beson se Irani është gati për një marrëveshje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.